Mirë mbrëma o Biliq. Të nderuar qytetar, aktivist, simpatizant dhe përkrahës të lëvizjes vetëvendosje. Mirë se erdhët në këtë tubim madhështor. Sonte I jemi mbledhur për të folur për të ardhmen e komunës sonë, për zhvillimin, për drejtësinë dhe për ndryshimin që do të nisë bashk e bashk do e çojmë përpara. E para se të vazhdojmë, më lejoni që me shumë respekt I përshëndes të pranishmit tanë, shumë I dashur kryeministri I Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti, I nderuar kryetari I ardhshëm I komunës së Biliqit, zotri Halil Thaçi, I nderuar ministri I Financave, zotri Ekuran Murati, I nderuar kryetari I komunës së Podujevës, zotri Shpejtim Bulliqi, I nderuar kryetari I shtimës, zotri Qemajl Aliu, shumë I nderuar sekretar organizativ I lëvizjes vetëvendosje, zotri Alim Rama, I nderuar deputet I Republikës së Kosovës, zotri Agim Batiri, I nderuar shef I shtabit zgjedhor, zotri Berat Gashi dhe gjithë të pranishëm. I nderuar deputet zotri Valon Ramadani dhe antari I kryesisë, zotri Arvid Zajmi, mirë se erdhët. Të dashur qytetar, o Biliqi ka nevojë për punë e për kushtim e ndershmëri e drejtësi. Dhe këtë frym po e sjell kandidati ymë për kryetar të komunës, zotri Halil Thaçi. Aje ka dëshmuar se me punë e për kushtim, çdo ide mund të bëhet realitet dhe çdo ëndër e qytetarëve mund të kthehet në zhvillim. E për ta mbështetur këtë vizion, për të përkrahur këtë rrugtim, sonte kemi atë që ka dëshmuar qeverisje të drejtë, punë të ndershme dhe besnikëri ndaj qytetarit. Njeriu që udhëheq me vlera e me përkushtim për çdo cep e në çdo cep të Republikës së Kosovës, ftoj fjalën ta marrë kryeministri I Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti. Të dashur qytetar të Biliqit, faleminderit shumë për këtë mikpritje kaq të përzemërt, kur kemi hyrë në javën e fundit drejt balotazhit këtu, që do ta nxjerrë fitimtar kandidatin ton, kryetarin e ardhshëm Halil Thaçi.
E pse Halil Thaçi duhet të fitoj e do të fitoj, tregon mas miri raundi I parë. Të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi madhështor. Në vitin 2021, vetëvendosja Nobiliq në Kastriot për kuvend komunal ka dalë me një rezultat 4 asamblejista. E nga 12 tetori, 9 asamblejista. Ma shumë se 2%. E kjo është here e fundit që Halil Thaçi fiton balotazh, se herën e ardhshme Halil Thaçi fiton pa balotazh. E që Halil Thaçi fiton pa balotazh për shkak të qeverisjes mbarë të mirë që do të bëj, e dëshmojnë kryetarët e vetëvendosjes ku I kemi në ato komuna që kanë fitu pa balotazh e sot janë mesin tuaj Shpejtim Bulliqi prej Podujevës dhe Qemal Aliu prej Shtimës. Veç një herë duhet të qeverisë vetëvendosja, se më pastaj fitoria bëhet pa balotazh. E Halil Thaçin e keni gjetë mesin tuaj si një punëtor I zellshëm, patriot I ndershëm dhe veprimtar politik në radhët e vetëvendosjes që nuk është ndalur kur pavarësisht funksionit që ka pasur dhe vështirësive me të cilat është ballafaquar. Andaj faleminderit shumë Halil për këtë kontribut dhe qëndrueshmëri tënde. Qeverisja jonë qendrore e ka dëshmuar veten në çdo aspekt. Për fuqizimin e ushtrisë tonë, ku kemi ma shumë se 2 fishim të numrit të ushtarëve, oficerëve e nën-oficerëve në përgjithësi, kemi 4 fishim të investimeve për armatim, e gjithashtu kemi shumë fishim të bugjeteve për trajnime të ndryshme të ushtarakëve tonë. Kur udhëton shteti I Kosovës jashtë vendit, mbi 80% janë ushtarë tonë. Nuk janë zyrtarët e shtetit, a politikanët e qeverisë. Pjesën më të madhe të udhëtimeve jashtë vendit ja kemi rezervu Forcës Sigurisë Kosovës që të marrë përvoja, t'i bëj trajnimet dhe të jetë e aftë për t'i dalë zot atë dheut tonë përbashkët. Edhe në aspektin ndërkombëtar, Kosova po përjeton gjithnjë më shumë ngritje të reputacionit sa I përket demokracisë, lirive të njeriut e civile, të drejtave politike, por gjithashtu edhe sa I përket luftimit të korrupsionit. Në vitin 2021 e kemi trashëguar një gjendje ku deficiti buxhetor ka qenë mbi 500 milion euro. Mbi 500 milion euro ka qenë deficiti buxhetor. Sot nuk është as 25 milion euro. Mbi 140 milion euro kanë qenë borxhet ndaj operatorëve të ndryshëm ekonomik. Tash nuk janë as 30 milion euro. Pra, edhe kemi zvoglu deficitin buxhetor, edhe kemi zvoglu borxhet ndaj operatorëve ekonomik, e kemi borxhin publik si përqindje të bruto produktit vendor ma të ultin në Evropë, vetëm 17%, dhe a dini çka? Buxhetin të cilin e kena gjetë 2.4 miliard, vitin e ardhshëm bëhet 4 miliard. Qysh ka qenë kjo e mundur? Kjo ka qenë e mundur se spari e kemi ndalë korrupsionin. Ju kemi thënë të gjithë kolegëve në qeveri e në kuvend, aktivistave onë e mbon. Politika, pushteti nuk është për pasurim të vetës. Kush e ka qef pasurimin, provojeni dijen, shkatësin dhe fatin në biznes. Ndërkaq, në zyrat e shtetit duhet të shërbesh. Dhe nga shërbimi përfiton përmbushje shpirtënore, por jo pasurim material. Dhe kjo ndalje e korrupsionit ka bërë që të rritet buxheti I shtetit. Pra, luftën kundër korrupsionit e kemi shndruar në rritje ekonomike. Ky është faktori I parë. Secili prej juve e din prej shtëpisë juaj
që në një thes i cili është i qkym, bëdi hova gjunë senën to, se rjedhë, është domosdoshme njëherë me e qep thesin. Me e qep thesin që qka do që të qëtë shën thes, me jetë në thes, jo me doli ashtë thesin. E tash, neve na du të me pranu, që kur e kena marrë gjilponën me qep thesin, unin do piskoma. I kish pos dur dikush aty. Shtu që, kur të nini këta, tu piskot kundër meje, kundër Halilit e kundër zyrtarëve të tjerë të vendosjes, dijeni si janë qasi që pa qëllim, ja u kena shpu durt me gjilpon se i kanë pas aty të vrima e shkyer e thesit që na kena qetë. Po këtë rritje ekonomike nuk e kena mojtë për shtet, e kena shpërndo në shoqëri. Pensionet që i kemi gjetë 90 euro, bazikit moshës, pra kush është mi 65 vjeç, tash jenë bo 150 euro, njëheri pa të më rritë 100, 120, tash 150. Mandej kemi gjithashtu edhe rritje të shtesave për fëmijë, për nonat lehona, për pushimin e lehonisë. Familja që i ka 2 fëmijë i merr nga 20 euro, po me rritjen e fundit nga 30 euro për fëmijë, pra 40 euro në muj, tash bëhet 60 euro në muj, dhe kush i ka pas për shembull 3 fëmijë, i ka pas 3 fëmijë, ka 30 euro, i ka marrë 90 euro. Por tash i merr edhe 50% ma shumë, i merr 135 euro. Sa ma shumë fëmijë, aq ma shumë mbështetje, se në atë familje nevoja është ma e madhe. Është domosdoshme aty ku fëmijët janë ma shumë të ndihmon shteti ma shumë. Se fëmijët e juj nuk janë veçantarë të familjes, po janë edhe qytetarë të Republikës. Dhe shtetin me qeverinë tonë, me mua e me Halilin këtu, nesër sekretar komune, do ta keni gjithmonë pranë. Kemi bërë edhe siguri energjetike përmes investimeve në KEK, 56 milion euro për modernizimin e termocentralit Kosova B, që është investimi më i madh i tij ndonjëherë që prej se është ndërtuar. Kemi investu në shkolla e në spitale, spital pas spitali, sepse paraprakisht klinik pas klinike, dhe të gjitha këto të mira jënë dje edhe në komunën e Obiliqit. Po i përmendit disa. Shtesat këtu janë marrë nga gati 1.300 nëna lehona dhe mbi 6.500 fëmijë që e kanë përmirësu mirëqenjen familjare. Punësim ka pas për rreth 203 prej moshës 18 dhe 29 vjeç përmes superpunës, një qerdhe e re në Miloshev për 80 fëmijë, dhe një tjetër që pëndërtohet Mazgit për 100 fëmijë. Sa ma shumë që shkojnë fëmijët në qerdhe, nonat fitojnë ma shumë kohë për veten e tyne, ndoshta na njona më kthyn tregun e punës, ose me vazhdu fakultetin që e kalon gjys, ose me regjistru një fakultet të ri, por edhe për fëmijët është ma mirë, se ka studimet pa numërta që tregojnë sa ma herët fëmija që fillon me u eduku në qerdhe, qaq ma të madhe e ka mësimdhënien, ngritjen intelektuale dhe avancimin në karrierë kur të rritet një ditë. Prandaj qerdhet janë shumë të rëndësishme e Halili e kupton e do ta bëj këtë. Prandaj qeveria jonë qendrore në bashkëpunim me kryetarin e ardhshëm Halil Thaqin, këtu në Obiliq do të ndërtojmë një qerdhe të reja në 4 lokacione të komunës, në Dardhëisht, në Lajthisht, në Breznic edhe në Obiliq të vjetër. Pra 4 qerdhe të reja të këtu. Gjatë kësaj periudhë të qeverisjes son, janë pranu 745 punëtor të ri në KEK. Prej këtyne 745 punëtorëve të ri, 400 janë nga Obiliqi, pra ma shumë se gjysa.
Kjo nuk është kurfar trajtimi preferencial, kjo është drejtësi sociale. Drejtësia nuk ndodh veç në gjykata, kur ki probleme, se shpesh edhe s'po ndodh dhe kur shkesh atje. Po drejtësia është sociale në shoqëni, para se me shku në gjykata. Me politika barazimtare e zhvillimore. Pra kjo është punësim me merit. Kush ma mirë se banorët e Kastriotit, se ju e njihni kekun edhe terenin e ti. Kush punën me zell për kekun, sikurse banorët e Obiliqit. Prandaj është merit e juaja edhe është nevoj e vetë kekut që të ketë ma shumë të punësuar prej Obiliqit. Për shumë gjatë Obiliqi është majt peng i interesave të ngushta e të huja, i pushteteve të cilët kanë ndru po përmes me ndru gjendjen, e me 9 nëntor nis koha për një qeverisje që punon për njerëzit edhe brengat e tyre. Sin Podujev, sin Shtime, sin Kamenic, Engjelan, edhe këtu ndryshimi është i mundur. Obiliqi meriton modernizim, shërbime publike të barabarta, zhvillim të planifikuar dhe të qëndrueshëm dhe hapësira të cilat i shërbejnë komunitetit pa dallim. Obiliqi do të jetë pjesë e zonës metropolitane të Prishtinës, që e përfshin edhe Podujevën, edhe Fushkosovën, por edhe Graçanicën. Në Prishtinë janë krijuar fyta të ngushtë edhe kaos urban. Është e domosdoshme që për të rregulluar Prishtina dhe komunat fqinje të Prishtinës, Prishtina të mendohet si ma e madhe se vetvetja. Lidhja Prishtinë-Obiliq, Prishtinë-Fushkosovë, Prishtinë-Graçanic, Prishtinë-Podujev, Prishtinë-Vushtre, të gjitha këto janë tejet të rëndësishme në mënyrë që ta eliminojmë fytyn e ngushtë, ta bëjmë edhe kryeqytetin ma funksional, e në të njëjtën kohë edhe komunat rrotull të kësaj zone metropolitane të përfitojnë. Prandaj, është për neve rëndësishme që jo vetëm fitojmë të në Obiliq, po të fitojmë edhe në Prishtinë. E nëse e keni dikon atje, nëse e keni dikon të familjes, të farefisit, atë njohur që është nga Obiliqi, po është banori Prishtinës, ju të regoni që edhe atje e kemi numrin e njëjtë, 105, këtu Halil, atje Hajrullah, Halil Thoqi, Hajrullah Qeku. Kjo do t'jetë shumë mirë për bizneset e vogla, për ata që prodhojnë e dojnë me shit sa ma shumë në kryeqytet, por edhe për fermerët, pra për bujqet. Një projekt madhor këtu në Obiliq, që veç është në proces e sipër, është kogenerimi. Aty janë investu 13 milion euro drejt tani, ndërka që projektin tërësi arrin vlerën 15 milion euro. Kryetari aktual, edhe najtë ditë, kishte premtuar që ky projekt do të realizohet deri në fund mandatit ti. Projekti nuk ka përfunduar, po mandati ati po i përfundon. E pas 9 nëntorit nis një mandat i ri i Halil Thoqit kryetar që e realizon projektin e kogenerimit dhe sigurohet që çdo euro të shkojnë në shërbim qytetarëve e kur më të individëve të përveçëm apo të interesave të ngushta. Obiliqi do të jetë edhe qytet i sportit dhe i rinisë aktive, stadiumi Agron Roma do të rindërtohet dhe do të shndrohet në qendër moderne, sportive dhe kulturore. Me fush 3 tribina, ndriçim, hapësira për klub dhe për të rinjt. Krahas kësaj, secili klub sportiv aktiv do të mbështetet për çdo vit me 20.000 euro për pajisje, trajnim dhe për gara. Do të përkrahen ekipet e vajzave dhe grave për barazit vërtet edhe në sport. Ky nuk është veç investim në infrastrukturë, është investim edhe në shëndetin e qytetit dhe në energjinë e rinisë, sepse sa më aktive rinia, aq më e shëndetshme do të jetë ajo edhe në kuptimin fizik edhe mendor.
Blegtoria e dim që është shtyll e jetës rurale, për fermerët tonë puna e tokës është dinjitet, prandaj do të zbatojmë një program të posaçëm të subvencionimit për familjet që mbajnë deri në 60 krerë lopë qumshtore, do të rritet prodhimi vendor i qumshtit, do të përmirësohen kushtet e mbarshtimit, do të stabilizohen të ardhurat e fermerëve dhe do të hapet tregu i garantuar. Gjithashtu, përveç produkteve të qumshtit, janë edhe produktet e mishit. Me qenë se, si pas Ministrit të Bujqësisë, Faton Pecit, nëse e keni dikon Mitrovic, edhe ati e kena numrin 105, si pas Faton Pecit, 250 milion euro mish qytetarët e Kosovës hajnë vetë, pjesa më e madhe është import. Nuk ka bujqësi pa blegtori. E nëpërmjet blegtorisë nuk e fitojmë vetëm qumshtin dhe produktet e tij, por edhe mishin edhe produktet e tij. Andaj është një hapësirë shumë e madhe me i zavendësu importet me prodhim vendor blegtoral, e këtë do ta bëjmë edhe këtu në Obiliq tek ju. Pra, me Halil Thoqin i shtohet energji qytetit e komunës si pushtet. Çdo projekt me Halilin do ta ketë mbështetjen e qeverisë qendrore dhe timen personalisht për shkak se besoj në vizionin e tij, e kam parë duke punuar. Dhe dim që Obiliqi nuk ka nevojë për riparime të vjetra, po për renovim me Halilin. E tash, ju e dini që po të mos bëheshin disa pazare e kumari, Halili kishte fitu edhe pa baletash. Fatkeqësisht, kundër kandidati LDK-ja këtu në Obiliq është dyqysh si priza pa rrym. Është aty, po s'ka energji. E neve na duhet energji. Energjia e ka i numëri 105 edhe i ka i emër Halil Thoqin këtë zgjedhje e baletash. Pak e shkuptime, po rruga e LDK-s është rrugë jeve që e vjetër, po aq e vjetër sepse vjetruar sa që stërvjetruar. E neve na duhet diçka fort e re, e besoni me vetëvendosjen këtu në Obiliq e me Halilin në krye e kena gjetë, veç duhet ta votojmë në mënyrë masive me datën 9 nëntor këtë diel, kur përveç se votojmë bashk, gjithashtu dhe fitojmë e festojmë bashk, e aktivistat tonë që kanë punu shumë, letë mos ndalen deri të dielën, por letë mos ndalen as pas të dielës, se do të më na përgatit një fest të madhe këtu në Obiliq për ta premtuar fitoren e Halilit dhe gjithve juve bashkë. Obiliqi e dha dritën për Kosovën, tani është koha që drita të kthehet për Kastriotin. Obiliqi nuk duhet të jetë thjesht zonë veçantë formalisht, por shembull konkret e praktik e i veçantë i zhvillimit. Obiliqi djeshëm prodhonte energji për gjithë Kosovën, mirë po Kastrioti i nesër me Halil Thoqin kryetar prodhon zhvillim për vetveten. Unë dashur pjesëmarrës të këtij tubimi, po vi prej Vushtrës tek ju, e prej jush do të shkoj mbar të madh në fushë Kosovë. Në Vushtrë. Në Vushtrë në balotazh këtë diel po fiton doktor Sulejman Meholli. E qka me i thonë Valon Prebrezës në fushë Kosovë, apo fiton në Obiliq, a do t'jetë kryetar i Kastriotit Halil Thoqi. Faleminderit shumë.
e miru pofshim në përtakime e tubime drejt fitores të madhe të vetëvendosjes të Halilit e të Kastriotit të ndashur. Faleminderit. Mos u ndalni e me këtë entuziazëm ta presim kryetarin e ardhshëm, kryetarin Halil Faqi. Mirëmbrëma të gjithëve. Faleminderit shumë që jeni në mos kaq të madhe këtu në Kastriot Obelisk. Faleminderit që Faleminderit shumë që me 12 tetor I kem tregu edhe atyre që na votojmë Shqip edhe fitojmë Shqip. Të nderuar qytetarë të Kastriotit, I dashur, shumë I respektuar kryeministër e Republikës Kosovës, faleminderit që je sot këtu me ne, që je gjithmonë pranë nesh, pranë njerëzve që duan dhe ndërtojnë këtë vend me ndershmëri e përkushtim. Faleminderit shumë kryeministër. E të dashur qytetarë, si që tha dhe kryeministri më herët, këtu I kemi 2 kryetar kampion që me të vërtet është ndere privilegj t'i kem shok që është Shpetim Bulliqi e Qemajl Aliu. Faleminderit shumë. As unë, as Shpetimi, as Qemajli, po as Albini nuk do të kishim fitore pas sekretarin tonë shumë të suksesshëm Alim Roma. Faleminderit, sekretar. Këtu I kam edhe 2 kolegë, ish kolegë. Agim Bathirin e Valen Ramadanin. Është edhe antari I kryesisë lëvizjes, shoku jon I dashtën Arber Zajmi. Faleminderit Arber që je këtu me ne. Ndërsa ai që na vjen mas shumti, mas fitores, është njëri që e mon kuletën. Heguran Murati, faleminderit ministër që je këtu. Faleminderit gjithëve, në veçanti du me I falenderu krejt asambleistat, kandidat për asamble e asambleistat tonë që kanë dhonë gjithë shka nga vetja tyre në ato 30 ditë fushat dhe po vazhdojnë me dhonë. Faleminderit shumë që jeni angazhuar kaq shumë me familjet e juve, me të afërmit e juaj, që ne ta kemi një fitore historike, ashtu si që tha kryeministri. Merrni parasysh që në vitin 2017 ne kishim 2 asamblejes,
në vitin 2021 arritëm në 4, ndërsa në vitin 2025 kemi 9 asamblet. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Dy shokë që më ndihmojnë shumë janë Berat Goshi, sekretari i Lëvizjes, edhe është mos të harroj se është një shok që më përkros gjithë e që nuk duket asnjëherë, është gruaja ime Fatmirja. Mirë se u gjetëm këtu në zemër të Obilisit. Këtu bim merr madhështi nga prezenca juaj, nga vullneti juaj, nga dashuria për vendin dhe nga besimi se bashk mund ta bëjmë Obilisin më të drejtë, më të zhvilluar e më të mirë për të gjithë. Sot nga këtu dhe për këtu ne zotohemi për punët të ndershme e me përgjithësi, për shërbim e jo sundim, për bashkëpunim e jo përçarje, për zhvillim e jo shfrytëzim. Nga arsimi të shëndetësia, nga mirëqenia e shërbimet publike, nga bujësia të infrastruktura, nga rinia të kultura, nga ambienti të ekonomia, për qytetin dhe për Obilisin. Në shëndetësi do t'i kthejmë dignitetin që e meriton. Nga SQMP-ja moderne në Obilis deri te shtimi i shërbimeve dhe funksionalizimi i ambulantave në fshatra e lagje, ne do të kujdesemi për çdo qytetar. Do të forcojmë preventiven, do të rrisim kujdesin ndaj sëmundjeve malinje dhe do ta bëjmë shëndetësinë shtëpi të shpresës, jo peng të neglizhencës. Mirëqenia sociale është prioriteti ynë. Do të sigurojmë banim të përballueshëm për familjet me gjendje të vështirë ekonomike. Do të rrisim kujdesin për të moshuarit, për ata që kanë dhënë shumë për këtë vend. Do të mbështesim me dinjitet personat me aftësi të kufizuar, sepse shoqëria matet me mënyrën se si trajtohen më të ndjeshmit e kësaj shoqërie. Obilisi ka pas Obilisi ka pasuri të madhe në tokën e tij. 48% e territorit është tokë bujësore, pasuri që duhet trajtuar me dashuri e përgjithësi. Do ta mbështesim me subvencione, me zhvillim të blegtërisë, me pajisje moderne, me infrastrukturë, me treg e me qarkullim. Bujësia nuk do të jetë barë për fermerin, por burim, dinjiteti dhe krenarie për të gjithë që punojnë me bujësi. Edhe shërbimet publike janë prioriteti ynë. Ngroja qendrore apo kogenerimi me mua si kryetar brenda një viti do të jetë i përfunduar për fazën e parë në qytet. Uji si e drejtë themelore do të jetë në çdo shtëpi. Do të legalizojmë banesa sociale në HD1 e HD2, hapësirat publike do të mirëmbahen, mbeturinat inerte do të largohen, do të funksionalizohet njësia zjarfikësve dhe qyteti do të lidhet me transportin publik në çdo cep të tij. Do të lidhim qytetin me nënkalimin dhe rrethrrotullimin te hekurudha. Do ta shqyrtojmë koeficientin e ndërtimit në zonën qendrore për zhvillim të drejtë urban. Do të rregullojmë çdo rrugë të paasfaltuar, do të shtojmë trotuare, do të ndryshojmë rrugë, do të ndërtojmë parqe të reja dhe të renovojmë banesat kolektive këtu në qytet. Ambientin do të trajtojmë si pjesë më të shenjtë të planit tonë qeverisës. Do të krijojmë breza të gjelbërt, do të ndërtojmë impinjonde të ujrave të zeza, do të mbjellim dronjë e pyllëzojmë zonat që janë prekur nga ndotja. E për rinin tonë aktive e punëtore, do të ndërtojmë qendrën rinore, do të krijojmë hapësira kreative e bashkëpunuese, do të ofrojmë bursa për sportistët, do të ndërtojmë terrene të reja sportive dhe do të renovojmë ato ekzistuese. Barazia në vendimarrje dhe transparenca në prokurim do të jetë shtyllat e qeverisë sonë. Shërbimi do të jetë të pandërprera dhe adresat e pasakta
të atyre që nuk jetojnë në Obiliq do të pasivizohen, sepse e dim të gjithë se për kë bëhet fjalë. Do t'i përkrajmë startupet, do të mbështesim ndërmarrjet vendore dhe përmes fundeve e zyrave komunale do të nxisim investimet që sjellin punësim e zhvillim ekonomik. Në kulturë do të hartojmë kalendarin kulturor vjetor, do të krijojmë kineman e qytetit, do të funksionalizojmë ansamblin dhe do të promovojmë trashëgimin lokale, sepse kultura është kujtesa jonë e përbashkët, rënja jonë e përbashkët. Të dashur qytetarë, ne nuk premtojmë gjëra të mëdha për t'i harruar pas zgjedhjeve. Ne premtojmë gjëra reale të mundshme që bashkë t'i bëjmë me duart tona, me ndjersën tonë, me dashurinë tonë për vendin tonë. Sepse Obiliqi nuk ka nevojë për fjalë të mëdha, po për njerëz që punojnë. Nuk ka nevojë për premtime boshe, por për punë të vërtetë. Dhe këtë bashkë me ju do ta bëjmë realitet. Për Obiliqin tonë, për Kosovën tonë, për të ardhmen tonë të përbashkët. Bashkë do të vendosim ndryshimin. Me 9 nëntor, bashkë 1-0-5. Faleminderit shumë. Faleminderit gjithëve dhe nga këtu i ftoj të gjithë juve që nga ora 7 e ditës së diel, me çdo familjar, me çdo antar të familjes të dalim të votojmë, sepse çdo votë është e rëndësishme, sepse mund të vinë edhe nga Kolubari me votu, por neve nuk munden me na mujt, sepse do të fitojmë dhe sigurisht që fitoren do ta shpallim të partë nga të gjitha komunat e Kosovës. Faleminderit shumë.